U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej, siç e potencova edhe më herët. Do të flasim pikërisht për natën e Kadrit. Pas ditëve të bekuar të muajit të shenjtë të Ramazanit, besimtarët musliman ndodhen në pritje të një prej netave më të rëndësishme në Islamën, natës së Kadrit. Kjo natë, e cila sipas Kur'anit konsiderohet nata më e vlefshme se 1000 muaj, lidhet me momentin e shpalljes së parë të Kur'anit dhe ka një rëndësi të veçantë shpirtërore për besimtarët. Për të folur më gjërësisht mbi historinë, domethënien dhe mesazhin e kësaj nate, me mua në studio kemi zotrin Ali Ziberi, referenti i Muftinisë së Shkupit. Mirë se erdhët të nderuar në emisionin Ritmi i ditës. Ju gjetëm dhe ju faleminderit për ftesën. Atëherë, nata e Kadrit konsiderohet si nata më e vlefshme në fejen islame. Mund të na thoni se cila është domethënia e saj dhe fetare për besimtarët musliman? Ashtu siç e potencove në fillim, që është një natë që vlerën e saj ja ka dhënë Zoti i Madh. Dhe prandaj kjo vlerë padyshim që fjalët e tona do të jenë të pakta në krahasim me vlerën që ja ka dhënë vetë Zoti. Domethënia për besimtarët është jashtëzakonisht e pritshme dhe ndoshta për çdo vit na bëjmë lutje dhe dua që të arrijmë dhe të na mësoj Zoti që të arrijmë natën e Kadrit. Historiku i saj ose prej nga edhe e ka shpesh, domethënë do duhet që të fillojmë nga ajo e para. Pejgamberi i Zotit alayhi salatu wassalam është ai i cili para se të vinte ose para se të zbriste Kurani famulart, sikurse ai domethënë kishte në cilësinë e tij meditimin si njëra prej gjërave më të rëndësishme për çdo njeri, pra që ai të meditoj për gjërat të cilat i ka krijuar Zoti. Dhe kjo pjesa që para natës Kadrit ose që lidhet pikërisht me historinë e saj, ka të bëjë me një meditim që pejgamberi i Zotit alayhi salatu wasalam u veçohej nga popullata ende pa qenë ai pejgamber, sikur se ai po donte që të gjurmonte dhe të shihte se diçka nuk është në rregull. Pra të funksionoj kjo, domethënë pa një rregull, pa një rend, pa një program, pa një Zot, sikurse ishte pa kuptim, dhe tregon bashkëshortja e tij Hatixha radiallahu anha që pejgamberi alayhi salatu wasalam vetmohej në shpellën Hira dhe mirte ushqim për disa ditë dhe qëndronte disa ditë derisa i mbaronte ushqimi, duke lutur dhe duke medituar për Zotin. Pra ai nuk ishte pejgamber, po sikurse ai donte që të gjurmonte dhe të reflektonte dhe të gjente atë Zotin se për çka dhe për çka është krijuar. Prandaj meditimi, ashtu siç e ka përmendur edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vlera e saj në një prej transmetimeve, një orë meditim për krijimtarinë e Zotit është e barazleshme me 60 vite ibadet vullnetar. Prandaj i ka dhënë një vlerë kësaj për arsye që kjo të reflekton dhe të gjesh atë për cilën e kërkon, ose diçka nuk e ke qartë se çka po ndodh me botën. Prandaj meditimin këtë rast i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikurse ai donte të gjurmonte edhe kërkonte pra pikërisht natën e Kadrit, ajo për të cilën neve dhe sot jemi duke biseduar dhe jemi duke folur për rëndësia kësaj para se të folim për rëndësinë e kësaj. Besoj që kjo pjesa e parë e meditimit, e reflektimit dhe lidhjes me Zotin ose të gjesh atë për të cilën neve na ka kriju Zoti, është shumë më rëndësi të bisedojmë dhe të folim. Prandaj çdo kush prej nesh i cili ndoshta e ka ngarkuar veten me gjunahe, në moment që tërhiqet pak prej popullatës, prej shoqërisë dhe mediton për problemet ose streset ose problemet e jetës, sikurse ai don të gjurmoj dhe të gjej veten e tij, të gjej Zotin e tij, edhe të reflektoj, të ndryshoj. Prandaj meditimi ose tërheqja prej shoqërisë në një vend të qetë, ku çdo i cili ka shkuar atje dhe shpellën Hira e ka të qartë, sikurse domethënë shihej Mekkaja dhe ai domethënë meditonte, pra thjesht meditimi i tij arriti që Zoti i Madh t'ia sjell një prej shpalljeve që ndoshta në vazhdim do të bisedojmë edhe për natën e Kadrit. Patjetër. Sipas traditës islame, kjo natë lidhet pikërisht me shpalljen e Kur'anit. Çfarë rëndësie ka ky moment në historinë islame dhe në jetën shpirtërore të themi të besimtarëve musliman? Shif,
për atë fillova në fillim nga meditimi, në moment që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e gjeti atë për të cilën e kërkonte vetë shpirti i tij, vetë mendja e tij, dhe në moment që Zoti i Madh, domethënë ja zbriti ajetet e para, pra njihej nata e Kadrit, e njihej ashtu edhe siç është potencuar në ajetet e Zotit, inna anzalnahu fi lejletil qadr, pra ne Kur'anin ta dërguam në natën e Kadrit. Ajo që je vlerë natës Kadrit është pikërisht zbritja e Kur'anit familjar. Në moment që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e gjurmonte, meditonte, pastaj i vjen shpallja ose i vjen ajo që e kërkonte, pra programin e jetës, programin e gjithë shoqërisë, udhëzimin e mbar njerëzimit. Bota atëherë kalonte në një krizë shpirtërore që ndoshta pa një Zot, ose pa një udhërrëfies, ose pa një program, sikurse ti domethënë ke probleme shpirtërore. Në moment që të mbushesh shpirtërisht, pikërisht ndodhi ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra Zoti i Madh është ai i cili domethënë kësaj nate, jo që Zoti nuk e ka ditur se kur do të ndodhë nata e Kadrit. Ai e ka ditur shumë mirë se ku do të ndodhë nata e Kadrit. Vlerën e saj ai jep pikërisht në moment që Kurani famullar del nga Lehvi Mahfuz, nga ajo pllakë e ruajtur që Zoti i Madh e ka ruajtur nga thesari i tij, e nxjerr Kurani famullar dhe nëpërmjet Xhibrilit, pra melekut Xhibril alayhis salam, ja sjell shpallën Muhamedit sallallahu taala alaihi wasallam. Pra këtu domethënë nxjerret nga i thesari i çmueshëm i Zotit pikërisht programi i cili do ta ndryshojë komplet historinë. Prandaj në moment që nxirret prej kësaj dhe i dërgohet dhe i jepet në pronësi, pra Xhibrilit alayhis salam. Pra këtu kemi të bëjmë me një pronësi që Zoti i Madh e ka pas, e ka ruajtur atë, edhe e ka përgatitur, edhe e ka ruajtur pikërisht për këtë natë. Edhe në këtë natë pronësia që i ka takuar Zotit, që vazhdon që i takoj Zotit, pastaj i jepet Xhibrilit alayhis salam, pastaj ai e merr pronësinë e Kuranit famullar edhe e zbrit në qiellin e dunjas. Edhe në moment që e zbrit në qiellin e dunjas, pastaj e ka për qëllim që argument pas argumenti, ngjarje pas ngjarje, të zbrit Kurani famullar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për 23 vite. Prandaj po tham, është nga thesari i marrur, pastaj i sjellur në qiellin e dunjas dhe pastaj për 23 vite me radhë ngjarje pas ngjarje, domethënë i zbritin ajetet kuranore Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që pastaj ai bëhet pronar i pikërisht i këtij librit Zotit. Po pasi që ai bëhet pronar i këtij librit Zotit, atëherë vazhdon pjesa tjetër që gjithë ne që jemi sot, domethënë jemi pronar dhe kemi në përduar tona librin e Zotit, pra Kurani famullar. Pra po tham që po i nata e Kadrit është pikërisht kur nxjerret nga thesari dhe kjo dritë e çmueshme i jep dritë gjithë njerëzimit, gjithë botës, edhe padyshim që këtu domethënë ajo që i jep vlerë natës Kadrit është pikërisht kjo zbritje. Ajo që është më interesante që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë moment e pritke dhe e dinte që diçka do të ndryshojë, diçka do të bëhet. Edhe ajo që do të bëhet është pikërisht kjo. Kur Xhibril alayhis salam është hera e parë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e takon një prej melaçeve më të rëndësishme, më të vlefshme të Allahu xhalla xhelalu, që është Xhibrili alayhis salam, e takon në pamjen e tij reale, të vërtetë. Dhe në moment që i del në sipërfaqe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me krahët e tij, thot vetë pejgamberi i Zotit e përshkruan këtë moment kur thot më paraqit Xhibril alayhis salam që e kishte zënë gjithë horizontin dhe kado që shihja do ta shihja domethënë Xhibrilin alayhis salam, edhe u trishtova, domethënë u habita dhe e ndjeva një lloj frige. Pra ai po e shikonte një melek Zotit në formën e tij të vërtetë dhe ai nuk e pritke këtë moment. Pra domethënë nuk e pritke këtë ballafaqim dhe kjo është ajo pjesa kur e shtrëngoi fort Xhibrili alayhis salam, edhe me shtrëngimin që ai domethënë u friksua, janë ajetet e para që zbritën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lexo. Pra 3 herë përsëriti këtë dhe përfundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha unë nuk di të lexoj. Atëherë Xhibril alayhis salam është ai i cili ja përsëriti, tha lexo në emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë.
edhe prej këtij ajeti kuranor më filloi çdo gjë. Pra sikurse nga këtu më rrjedh ajo pjesa tjetër e historisë bukur që e ka edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ngjarjet që e kanë rrethuar me sakrificat, por diçka tjetër simbolizon. Ka pasur raste në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Xhibril alayhis salam ju shparaqitet në formën më të bukur, në formë të njeriu të kështu me radhë. A kësaj radhe kërkonte seriozitet, sikurse donte ta përgatitje që kjo rrugë që do të kaploj ti dhe do të ecësh në këtë rrugë, do të jetë një rrugë ndoshta e lodhshme, sakrificë, por do të jetë një rrugë e cila kërkon një përkushtim maksimal deri në arritjen e fundit që janë për shembull gjitha ajetet kuranore që i zbritën përgjatë 23 vite. I nderuar, në Kur'an thuhet se nata e Kadrit, siç e potencova edhe më herët, është më e mirë se 1000 muaj. Si duhet kuptuar kjo vlerë simbolike dhe shpirtërore, të themi? Kjo pjesë më tepër se sa 1000 muaj. Pra, më thonë, duke mos e vendos pikën tek 1000-shi, por më tepër se sa 1000 muaj. Vlera e saj është pikërisht vetëm kur e ndëgjon, ti të kuptosh që këtu ka të bëjë me një dhuratë. Allahu xhelle xhelalu nëse nëpërmjet natës Kadrit ja boni me dije Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe është interesant ajetet e Zotit wa ma adraka ma lejletul qadr. E çka di ti për natën e Kadrit? Për shembull, fakti që e bën një piqe të tillë Zoti xhelle xhelalu, po don më ia dhon rëndësinë, vlerën, edhe në moment që vjen në të kaluarën kjo shprehje, kjo tregon që askujt, asnjë popullit, asnjë pejgamberit, asnjë njeriu nuk ish ardhur një njoftim i tillë, ose një natë e tillë, ose një vlerë kaq e madhe. Prandaj wa ma adraka, po atë ka të kallzu dikush, ose e di se çka është nata e Kadrit, a di mi spjegu dikush se çka është nata e Kadrit. Pastaj vazhdon Zoti ku e përmend atë që e thave edhe ti, për shembull që është më vlefshme se sa 1000 muaj. Pra përgjigjen e vet Zoti. Prandaj dhe me thonë piqen që ta parashton Zoti ka të bëjë me atë që kur kush nuk e di këtë. Por përgjigjen që ta jep Zoti është ajo e cila përgjigje që na e presim prej Zotit, se çka është nata e Kadrit. Nata e Kadrit është më e mirë se sa 1000 muaj. Është interesant që në historinë islame zakonisht na si popull, edhe ndoshta normalisht ka të drejtë që dikush të ketë parasysh këtë pjesë që ne si popull dhe sidomos ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në krye me Muhamedin, pejgamberin tonë që ai ka jetuar 63 vite, jetojnë pak njerëzit, por besoj që kanë nevojë njerëzit që të ngrisin këtë shpirtërorën në këtë formë, nëse Zoti i përgëzon për një natë 1000 muaj. Nëse do të na shkonte ndërmend që pejgamberët e tjerë kanë jetuar me mijëra vite, me qindra vite, sikurse neve për angel lakmi nga jeta e tij, ose sikurse unë të kisha jetuar 1000 vjet, ndoshta unë do të isha një njeri i mirë, ose ndoshta do të bësha shumë vepra të mira, ose ndoshta do t'ju kthehesha Zotit. Prandaj fakti që njerëzit ndoshta bisedojnë për këta gjëra, Allahu xhelle xhelalu ja shpalli Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i dha përgjigje për këtë. Është interesant që në historinë islame dhe në periudhën që na po bisedojmë në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, bisedonin vazhdimisht deri tek numri 1000. Pra ata nuk i kishin miliardat, nuk i kishin biliardat, nuk kishin të zbuluar numra të tjerë, por thjesht tek 1000 ata ndalon 1000 sa, 1000 çikaç, 1000 aq, për shembull 1000 e kishin fundin dhe çka i numëronin gjërat e mira ose vitet ose kështu me radhë, ose edhe prandaj domethënë moment që ata e kishin të kuptuar 1000 si fund, Allahu xhelle xhelalu i erdhi atyre me një prej argumenteve që i tha më tepër se sa 1000, po tash çka do të më thonë unë, do të më thonë më tepër se biliardat, më tepër se milionat, për shkak që ai më thonë ishte 1000, ishte fundi, por ai donte që të shpjegonte Allahu xhelle xhelalu që është më tepër se sa 1000 muaj. Është interesant që në kohën që bisedoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i erdhi një informim, një shpallje që kishte qenë dhe ju tregonte sahabëve, shokëve të tij, që kishte qenë një njeri i cili kishte luftuar në rrugën e Zotit 1000 muaj rresht pa ndërprer hiç, ose 1000 muaj kishte bërë adhurim Zotit.
Dhe sahabët sikur se pak u mërzitën, edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u mërzit për shkak popullit dhe umetit ti, për shkak që ata jetojnë më pak. Edhe fakti që ti ndëgjon që ndikush ka jetuar 1000 vjet dhe ti unë t'jap 10 vjet, padyshim që ti nuk do të ndjehesh rahat. Prandaj nuk është e njëjtë sikur se 1000 vjet ose 100 vjet. Edhe në këtë rast kur ata bisedonin, donte që jep një përgjigje Allahu xhelle xhelalu që mos e keni dert këtë. Mos e keni gajle këtë pjesë. Prandaj nëse unë ja kam mundsu dikujt që 1 muaj të jetë në rrugën e Zotit dhe të luftoj për fjalën e Zotit ose të falej, të adhuronte Zotin 1 ose të bënte tesbih, përmendje Zotit për 1 muaj, unë juve ju jap atë për një natë. Edhe kjo është dhuntia dhe përgjigja më e mirë që e mori edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe shokët e tij që tani më nuk bisedonin për një pejgamber që ka jetuar 1000 vjet, por tani po bisedonin për një natë e cila ka vlerën sa 1000 muaj. Sa 1000 muaj. Edhe pse është një natë kaq e rëndësishme, mund të themi lishëm se dita apo data e saktë nuk dihet. Kurdo supozojmë që është sot nata e Kadrit. Cila është urtësia pas kësaj dhe mund të na thoni se çfarë mesazhi përcjell kjo? Dhe Zoti që t'jetë sonte, dhe shpresojmë shumë të Zoti që t'jetë sonte, për arsye që në historinë islame dhe nëpërmjet haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregohet që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në moment që vinte Ramazani, muaji Ramazanit, ai e kërkonte atë nga dita e parë. Dhe në 10-shin e parë erdhi Xhibril alayhis salam, tha atë që e kërkon, hala s'ka ardhur. Pastaj vazhdoi pjesa e 10-shit të mesëm, prap e rit ke faljen, e rit ke ibadetet dhe mundohej që ta gjente këtë natë. Prap erdhi Xhibril alayhis salam dhe i tha, ja Rasulullah, hala nuk ka ardhur, atë që e kërkon ende s'ka ardhur. Dhe la të kuptoj që është në 10-shin e fundit, në pjesën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Dhe pastaj bashortja e tij Aisha radhiyallahu anha që ka qenë më afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo do të thonë ndoshta një pjesë bukur të madhe të fesë e ka përcjell ajo, se ka qenë më afër ti, ndoshta edhe shumë edhe sa më tepër se sa shokët e tij. Edhe ajo do të thonë na ka shpjeguar që në netët tek kërkojeni natën e Kadrit. Edhe pjesa e fundit që unë dëshiroj që dalë dhe ka dhe disa transmetime që nata 27 është pajtimi i gjithë dietarëve. Edhe ti të kuptosh në historinë islame, në librat e fesë, që nata e 27 është nata që korrespondon me atë që bashklidhja dhe bashkërënditja e gjitha haditheve na japin të reflektojmë që nata 27 është nata e Kadrit. Dhe Zoti që t'jetë nata e Kadrit. Prapë e përsëris shpesh, por arsye që nëse e kapim dhe arrim këtë natë, unë mendoj që e kemi arrit më të mirën të mundshme gjatë gjithë jetës sonë. Nëse e arrim, nëse e kapim këtë me ibadetet dhe që i shtojmë ibadetet në këtë natë, dhe Zoti që Allahu xhelle xhelalu që na i pranon gjitha lutjet dhe duat që i kemi ne në mendje dhe në gjuhët tona. Po tham që është nata 27 për shkak argumenteve. Për shkak argumenteve. Atë që dëshiroj të them është që pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë natë e ka arrit maksimumin e gjitha ibadeteve. Në këtë natë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka arrit kulminacionin e gjitha ibadeteve. Edhe nëse ne do me thonë po supozojmë që e kapim, por si e saj, pse nuk ne ka treguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam qartazi që kjo natë është nata e Kadrit, po ndoshta kjo është ai thesari që na e presim, ose ndoshta kjo është mesazhi më i mirë që na do duhet që brenda këtyre një muaj të Ramazanit ose në brendësi të këtyre 10 ditëve të shtojmë ibadetet, të shtojmë adhurime, të shtojmë sadakat, të shtojmë dua, të shtojmë lutjet. Pra thjesht ai dëshiron që të jemi të gjallë, mos të presim një moment, një kohë të caktuar edhe të bëhemi të mirë. Por ai po don me na dhon një mesazh që ju duhet vazhdimisht të jeni të mirë. Ju vazhdimisht duhet ta kërkoni natën e Kadrit dhe mos të pritni një moment të caktuar. Është interesante në historinë islame e njihej, domethënë tek shoqëria jonë mbar, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam doli për t'ua treguar natën e Kadrit, edhe
e mor pozicionin që t'u shpjegoj, t'u tregoj një herë mirë se cila është nata e Kadrit. Por një di prej besimtarëve ziheshin ndërmjet vete dhe nuk e kishin vëmendje te pejgamberi për këtë kontest të rëndësishme, për këtë informim kaq të rëndësishëm dhe të vlefshëm. Ata ziheshin edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke marrë me ta, pastaj kur e pyetën sahabët, ja Resulullah, ku ke fjala ose kur është nata e Kadrit, tha e dita këtë pak më herët, por tash e harrova. Po ndoshta më mirë që e harrova, ndoshta kjo është urtësia. E nëse nxjerrim në pa, ne nxjerrim shumë urtësi këtu. Prandaj nëse dy musliman janë shkaktarët kryesorë që neve sot e kësaj dite nuk e dim se kur është nata e Kadrit për një grindje të vogël, për një mosmarrveshje të vogël. Atëherë i bie që nëse na e kërkojmë natën e Kadrit, edhe jemi të hidhruar njëri me tjetrin, nëse ne e kërkojmë natën e Kadrit, edhe nuk shkojmë mirë me familjarët e tanë, nëse ne e kërkojmë natën e Kadrit, edhe kemi mosmarrveshje ndërmjet vete, atëherë cilën natë Kadrit po e kërkojmë? Një natë Kadrit që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e harroi vetëm për një grindje. Prandaj ndoshta në thojza do ta kisha vendosur këtë, ndoshta është e pakuptimt nëse në brendsinë tonë ke një urrëtie, një mosmarrveshje, po do dhe po ke dëshirë që me koni ndarë i përqarë edhe me pas një grindje muslimanët edhe një kosisht të prente dosh që ti e ke arrit natën e Kadrit ose duke u falur deri në mëngjes ose deri në syfir dhe nga ana tjetër je pjesë përbërëse mosmarrveshjeve, e grindjeve, e përqarjeve, e ndarjeve, atëherë cilën natë Kadrit po flasim ne? Për një natë Kadrit që ka fol pejgamberi ose për një natë Kadrit që po folim ne? Prandaj nëse grindja mosmarrveshje e bëni që ta harroj, atëherë unë mendoj që ndoshta ndikush me grindje, ndoshta ai duhet ta harroj natën e Kadrit, por arsye që vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e harroi se cila është nata, edhe na me grindje nuk arrim dot asnjë gjë, por besoj që me bashkim, me harmoni dhe me dashuri, na besoj që arrim natën e Kadrit. Pikërisht, mund të na thoni se në aspektin praktik, cilat janë adhurimet dhe veprat që rekomandohen më shumë gjatë kësaj nate? Gjatë kësaj nate, pika e parë, ne sot jemi agjërueshëm dhe iftarin ndaj Zotit që nëse jemi shëndoshë mirë, edhe na i mundson Zoti që të hapim dhe të çelim iftarin ton duke qenë këtë ditë agjërueshëm. Edhe nga kjo pjesa e natës, ashtu siç na ka ardhur në për transmetime të ndryshme, që këtu do të thonë zbrit dhe zbritin melekët zbashku me Xhibrilin alayhis salam në qiellin e dunjas. Këtu ka do të thonë përcaktime, këtu nuk ka vetëm një natë e cila për shembull thjesht një natë ose duhet ta gjallërojmë natën për shkak që është nata e Kadrit. Unë besoj që shpirtërorja këtu, niveli i kuptimit kësaj nate do të jetë edhe më i lartë se kaq. Për shkak që nëse vjen gjithë me laçet, Allahu xhallal xhelalu përcakton dhe cakton se çka do të ndodhë përgjatë tërë vitit. Fakti që vjen Xhibrili alayhis salam, një prej melaçeve të mëdha të Zotit xhallal xhelalu. Edhe nëse po flasim që melaçet edhe Xhibrili po zbresin në qiellin e dunjas, ata vinë me shumë mirësi. Ata vinë me shumë begati. Ata vinë me paqe edhe shumë mëshirë. Prandaj në këtë natë, nëse e kemi kaq afër urtësinë që të kapim dhe të marrim, për caktimin dhe caktimin se çka do të ndodhë me ne, çka do të bëhet me ne, çfarë begati do të marrim. Vetë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nata e Kadrit është më e vlefshme më shumë se sa 1000 muaj. Kushdo i cili nuk e shfrytëzon këtë natë, kushdo i cili nuk e shfrytëzon këtë natë, kushdo i cili nuk e shfrytëzon dhe është i privuar, pra nuk e dallon këtë natë, ai ka me vazhdu të jetë i pafat në raport me vazhdimin e jetës tij. Pra kemi të bisedojmë, pra do të thonë nëse nuk e shfrytëzojmë, nëse jemi të privuar për kësaj, të vazhdon ajo pafatësia jon ose pa suksesi jon gjatë gjithë vitit. Ajo që na ka mësuar dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duhet ta ndaj një pjesë. Pejgamberi i Zotit, neve namazet e taravis i kemi në Ramazan. Shpesh ndodh që ne të harrojmë këtë vlerë, që është një muaj,
dhe të merremi me gjëra tjera. Namazi të Taravis është pikërisht ajo që e zbukuron muajin e bekuar të Ramazanit. Dhe jep një shije tjetër. Vetë pejgamberi i Zotit thotë, kushdo i cili e fal namazin e Taravis, namazin e Yasis, namazin e vitrit, deri në fund me imamin, i zihet sikur sa i ka fal namaz tërë natën. Pse e ka dhënë këtë shije? Pse e ka dhënë këtë ulësi? Pse e ka dhënë këtë mëshirë? Ne jetojmë pak apo? Ne jetojmë shumë shkurt. Por nëse ne për shembull ndoshta kemi nevojë për familjen, ndoshta kemi nevojë për pushim, ndoshta kemi nevojë për çlodhje, ndoshta kemi nevojë për diçka relaksim. Pejgamberi i Zotit, ai e dinte shumë mirë që do të vije edhe do të vinë njerëz sikur se jemi edhe ne sot, që na kemi nevojë shumë çka që të kapim prej mëshirës dhe urësisë të Zotit. Dhe sikur sa ai do më na shpjegoj neve, ndoshta jo me një orë gjys kohë, unë juve ju e shkruaj, pra Zoti i Madh u shkruan sikur se ju keni falur tërë natën, namaz natë. A është kjo begati? A është kjo mirësi? Çka nëse unë e lë këtë përgjysëm, ku e marrën e vlerën e saj? Prandaj po them, nëse ne e kapim mas pari çiket, edhe jemi sikur se kemi falur tërë natën, atëri bie që në natën e Kadrit, na prej fillimit të namazit të Yasis e deri në kohën e Sifirit ose deri në mëngjes, deri në kohën e namazit të sabahut, ne kemi bërë ibadet. E mu shkruaj tek Zoti 83 vite ose më tepër se sa 1000 muaj, më tepër se 80 vite, sikur se ti ke bërë ibadet Zotit Xhelel Xhelalu. A s'është e vlefshme që kjo? A s'është mëshirë që kjo? Prandaj e para është që kjo. E dyta, atë që du ta përmendi, për shembull ka raste që njerëzit tanë, besimtarët tanë, ndoshta nuk dinë prej Koranit shumë. Imam Gazaliu, një prej dietarëve shumë mëdhej të Islamit, në librin e tij e potencon shumë bukur. Thotë kushdo i cili arrin natën e Kadrit, ti fal 2 rekate namaz spaku. 2 rekate namaz spaku. Në fillim në rekatën e parë, duke filluar nga Fatiha, nga Elhamdulillah, dhe 7 herë kul huwallahu ahad. Edhe në rekatën e parë, edhe në rekatën e dytë. Pastaj pasi të jep selam, 70 herë astaghfirullah wa atubu ilej, të kërkosh falje tek Zoti edhe të pendohesh tek Zoti 70 herë, pra të hekish të spi. Edhe Allahu Xhelel Xhelalu ja garanton atij sikur se ja ka falur gjitha gjunat atij dhe prindërve të tij. Kështu e tregon dhe e shpjegon vetë këtë dietar. Pra, ndoshta ndonjëherë na lodhemi me gjëra të cilat na ngarkojnë në mendjet tona, por e kemi shumë lehtë kohën. Prandaj ndoshta kul huwallahu një pjesë bukur e madhe shoqërisë din. Pra 7 herë nëse e këndon atë, edhe 70 herë nëse pas asaj namazi e përmend këtë dua, lutje të shkurtër, pra kërkim falje tek Zoti. Nuk është ndoshta ndonjëherë patjetër që të mi dëgjosh fjalët e mia, po ndoshta vetëm dua dhe lutjet e tua se çka të brengosin ti, ose ata dua që ndoshta ndonjëherë nuk mund t'i thuash me gjuhën tënde, po Zoti di shumë mirë. Po fakti që ti ke ngrit duart lart edhe i kërkon Zotit, atëherë besoj që është mjaftueshëm që ti Allah më t'jep. Dhe për fund, për ta përfunduar inshallah këtë pjesë, vetë gruaja bashkëshorte e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e shpjegon edhe thotë që në moment që e ka pyet Resulullahin, nëse unë arri dhe dalloj natën e Kadrit, çka të tham? Cilën dua ta them? E thotë o Zot, ti e falës, e don faljen, prandaj më fal mua. Pra me 3 fjali, o Zot, ti ai i cili e falës, e don faljen, prandaj më fal mua. Me këtë dua duhet të jetë pjesë përbërëse e kësaj dite deri në mëngjes inshallah taala. Inshallah. Dhe në fund, cili është mesazhi që nata e Kadrit duhet t'ju përcjell besimtarëve në ditët e fundit të muajit të Ramazanit? Pas një lodhje sakrifice brenda këtij muaji, ndoshta na kena nevojë për këtë natë e cila është kulmi dhe komunikacioni i ibadeteve, i adhurimeve, dhe këtu është një fitore e rëndësishme që besimtarët arrin. Besoj që këtu nëpërmjet kësaj nate besimtarët, muslimanët e arrin ta fitojnë njërin prej vlerave më të mëdha që e ka për gjithë netëve tjera nga 365 i vitit. Prandaj nëse ne e arrim këtë natë edhe e dallojmë këtë natë
Dhe jemi ashtu si çdo zoti në këtë natë, duke dhënë sadakatë të ndryshme, duke dhënë zakate të ndryshme, duke nxjerr komplet këtë pjesë nga vetja jonë, thjesht ne po korrim një fitore. Po du me përmbill në një prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku çdo i cili arrin këtë natë me një bindje të fuqishme tek Zoti, edhe me një bindje të plotë tek Zoti, edhe e dallon këtë natë me ibadete, Allahu xhalla xhelalu ja fal gjitha gjunahet. Pra mrekullia e gjithë kësaj nate është në moment që e arrim, në moment që e kapim këtë natë, edhe dallojmë këtë natë dhe kemi bindjen që kjo natë që ne po e kërkojmë, atëherë Zoti i Madh është ai i cili e ka për obligim neve gjunahet komplet të na i largoj. Besoj që nga dita e nesër me tutje, ne dhe trupi jon, mendja jon, shpirti jon është më i lehtë, por arsye që nuk është i ngarkuar me gjuna. Prandaj Zoti këtu nëpërmjet kësaj nate neve na i fal gjunahet tona dhe Zoti i Madh. Lusmi Zotin e Madh, Allahun xhalla xhelalu, nëse kemi një dua, një lutje që na pranohet, domethënë gjatë kësaj dite duke qenë agjërueshëm, lusmi Zotin e Madh që Allahu ti i fal besimtarët tanë, t'ua fal atyre mëkatet, kushdo i cili ka një nevojë Allahu t'ia zgjidh atë, kushdo i cili ka një siklet Allahu t'ia zgjidh atë, kushdo i cili ka një problem sëmundje Allahu t'jep shërim atij. Dhe Zoti i Madh që Allahu xhalla xhelalu gjitha ibadetet dhe lutjet e këtij muaji të bekuar të Ramazanit, Allahu gjitha të na i pranoj, edhe dhash Zotit që neve të na shkruhet emri jon në emrat e atyre që do të jenë në xhenetet e Zotit. Amen. Shpresojmë që të na pranohen në lutjet në këtë natë të madhe, në këtë natë që shumë besimtarë muslimanë drejtohen deri tek tempujt e shejt, tek xhamit, tek shtëpia e Zotit për të lutur, për të falur dhe për të kryer obligimet e tyre fetare në këtë natë të madhe, dhe shpresojmë dhe besojmë që Zoti do na i pranojë lutjet dhe na i fal gjitha gabimet dhe mëkatet që kemi bërë. Ju falenderoj edhe një herë që ndat kohë pikërisht për këtë natë të madhe që të jeni pjesë e misionit tonë Ritmi i ditës. Deri inshallah. Faleminderit për ftesën.